Gjua shqipe është gjua më e vjetër, të paktën në Europë, por për mendimin tim është edhe gjua më e bukur në botë. Janë shumë faktorë që e bëjnë që gjua shqipe të jetë gjua më e bukur në botë. Ne do të shikojmë vetëm një prej tyre. Do të shikojmë rastin që gjua shqipe përmban në vetvete ngjarje të mitologjisë, të ashtu quajtur mitologji greke, që në fakt është mitologji shqiptare. Le të lexojmë Iliadën në kapitullin e 24 apo kënga e 24 nga rreshtat 602 deri në 618. Ky është momenti kur Priami ka vajtur në barangën e Akilit për të tërhequr trupin e djalit të tij të vrarë Hektorit. Dhe Akili, edhe pse Priami ishte armiku i tij, pret me të gjitha nderimet si një mik i rëndësishëm. Që edhe kjo është një zakon, traditë e hershme e popullit tonë. Dhe pasi bëjnë muhabetet e para, përgatit ngrënien dhe i thot Priamit: u kujtua për ushqimin dhe e bukura Niobe, pasi kishte humbur 12 fëmijë të saj në shtëpinë e saj, 6 vajza dhe 6 djem në lulen e rinis. I mërzitur me të, Apolloni i masakroi meshkujt me harkun e argjend, kurse Artemida, zonja e hakut, i masakroi vajzat. Niobe tallej me Leton bukuroshen dhe thoshte që ajo hyni dhe bëri vetëm 2 fëmijë, kurse unë kam më shumë. Po ja që këta 2 fëmijë i masakruan fëmijët e saj. Shtrieshin fëmijët e saj të gjakosur për 9 ditë. Dhe asnjë nuk ishte për t'i varrosur, sepse Kronioni, Zeusi, i kishte shndruar njerëzit në shkëmbinj. Ditën e 10 i varrosën hynit. E lodhur nga të qarët, më në fund Niobe u kujtua për ushqimin. Dhe tani, midis shkëmbejve dhe maleve të vetmuara mbi Sipilo, u thonë që është streha e nimfave hyjnore, të cilat vallëzojnë në brigjet e lumit Akelezio, vuan sot e kësaj dite e shndëruar në shkëmb mallkimet e marra nga hynit. Kështu, plak i nderuar, të mendojmë edhe ne për ushqimin, le të hamë së bashku. Si që shikojmë, Niobe jo të ishte lumtur që kishte plot fëmijë të bukur e të shëndetshëm dhe të gëzonte jetën e saj dhe bashkë me ata, por e kishte mendjen të tallej me hynit dhe me kë pikërisht tallej me nënën e Apollonit dhe të Artemizës. Apolloni dhe Artemiza u mërzitën për këtë gjë, kështu që u hakmorën ndaj Niobes duke i masakruar fëmijët e saj. Niobe e kishte shtëpinë plot, por për fajin e saj ngeli vetëm. Si që shikojmë, kur jemi të zëmëruar me dikë që na ka bërë diçka të rëndë, në vend që t'i themi, shiko se do ta bëj siç ja bëri Apolloni dhe Artemiza Niobes, themi që do të bëj njërën. Dhe po të shohim vetë fjala Niobe, po ta analizojmë me kujdes, thot Ni-o-be, një u b. Do me thënë vetë fjala tregon që ajo ngeli vetëm, ishte plot me fëmijë, kishte familje të madhe, po që për fajin e saj ngeli e vetmuar në këtë botë. Siç del edhe nga ky shembull, duket qartë që gjua shqipe përmban në vetvete shumë ngjarje nga mitologjia, që tregon që këtë mitologji e kemi krijuar ne, por që bota e quan mitologji greke sepse ashtu i pëlqen asaj, por që në fakt është mitologji shqiptare, e krijuar nga shqiptarët. Dhe gjua jonë përmban shumë shprehje që kanë origjinën nga kjo mitologji.
Edhe ne duhet që ta ruajmë gjuhën tonë, mos ta deformojmë me shprehje të kota, duke futur fjalë të huaja, të cilat i deformojmë ato, sepse fjalët e huaja ne do i përdorim sipas rregullavave të gjuhës shqipe. Pra bëjmë dy gabime, që i deformojmë fjalët e tyre, që janë fjalë të huaja, dhe masakrojmë edhe gjuhën tonë. Prandaj duhet kemi kujdes që gjuhën tonë duhet ta ruajmë, sepse është gjuha më e bukur në botë, dhe për këtë duhet jemi krenar edhe të përpiqemi që ta ruajmë përgjithmonë. Faleminderit që ndoqët këtë video.